E njeh atë momentin kur një burr pa pritur bëhet i heshtur jo sepse ka humbur interesin, por sepse diçka brenda tij ka ndryshuar, ai pa pritur të sheh ndryshe. Loja që mendonte se po luante ka mbaruar, sepse përballë tij qëndron një grua që nuk po luan fare. Në atë moment, ai kupton se ti nuk je si të tjerat. Në një botë ku kaq shumë njerëz luftojnë për vëmendje, ti mban paqe brenda vetes. Ndërsa të tjerët kërkojnë miratim, ti lëviz me qetësi dhe vetbesim të thellë. Nuk lutesh të zgjidhesh tashmë e di sa vlen. Kjo energji e vërtet, e rrënjosur dhe e paprekshme, e detyron një burr ose të ngrihet ose të largohet. Nuk ka rrugë të mesme. Qetësia është gjëja e parë që e dallon një grua të zakonshme nga ajo që lë gjurmë të përhershme në mendjen e një burri. Nuk ka të bëjë me heshtjen apo me indiferencën. Ka të bëjë me kontrollin e emocioneve në një botë që i sfidon vazhdimisht. Kur një burr takon një grua që nuk reagon impulsivisht, që nuk thyet në sprova, që nuk lejon kaosin e përkohshëm t'i grabisë paqen e brendshme, ai befasohet. Sepse shumica e njerëzve njohin trazira emocionale, jo disiplinë emocionale. Ai pret grindje, xhelozi, mendime të tepërta, ndoshta edhe lodh. Por në vend të kësaj, përballet me qetësinë një prani të heshtur që nuk kërkon vëmendje, por ngjall respekt. Ky lloj qetësie është magnetik, flet për një forcë të thellë që nuk blihet, nuk imitohet dhe nuk shtiret. Kur qëndron e qetë, thua diçka të fuqishme pa folur asnjë fjalë. Ti e zotëron veten. Nuk je e udhëhequr nga humoret, impulsat apo pasiguria. Je e vetëdijshme për emocionet e tua, por ato nuk e drejtojnë sjelljen tënde. Dhe pikërisht kjo vetbesim i heshtur e çarmatos atë sepse tregon se nuk reagon ndaj tij, por vepron nga qendra jote. Shumica e njerëzve veprojnë nga egoja, duan të kenë të drejtë, të provojnë diçka, të kontrollojnë situatën. Por ti nuk e luan këtë lojë. Lejon që njerëzit të tregojnë kush janë, ndërsa ti mbetesh e palëkundur brenda vetes. Kjo është forca e vërtet elegante dhe e qëndrueshme njëkohësisht. Qetësia tregon gjithashtu se nuk je e varur nga kaosi. Shumë marrëdhënie dështojnë sepse njerëzit ngatërrojnë intensitetin me afërsinë. Ata besojnë se dashuria duhet të jetë e zhurmshme, dramatike dhe plot tension. Por ti e di, paqja është forma më e lartë e lidhjes. Kur ai përpiqet të trazojë me heshtje, distancë ose lojra emocionale, ti nuk përgjigjesh. E kupton se ai që përpiqet të prish paqen tënde, tregon vetëm pjekurinë e tij të munguar. Dhe në vend që ta ndreqesh apo të kërkosh përgjigje, ti merr frymë, lëshon dhe qëndron në veten tënde. Pastaj ai kupton se nuk mund të trondit. Nuk je emocionalisht e brisht, je emocionalisht sovrane. Burrat nuk janë mësuar me këtë. Janë mësuar që gratë të pasqyrojnë energjinë e tyre, të bërtasin kur ata bërtasin, të përgjigjen në konfuzion me konfuzion. Por kur ti qëndron e qetë, e thyen plotësisht këtë model. Ai kupton se nuk kërkon kontroll, ti tashmë e ke atë. Nuk është arrogancë, është vetëdije. E di që nuk fiton me fjalë, por me prani. Dhe kjo prani ka peshë. Ai e ndjen në heshtjen mes mesazheve tuaja, në pauzat mes fjalëve, në shikimin e qetë të syve të tu. Kjo qetësi tingëllon më fort se çdo debat. Në ato momente prove emocionale, qetësia jote bëhet jo vetëm mësuesja jote më e madhe, por edhe e tia. Sepse çdo herë që mbetesh e qetë, i kujton atij se pjekuria nuk ka të bëjë me dominimin apo me të drejtën, por me disiplinë dhe përgjegjësi emocionale. I tregon se paqja nuk është dobësi, por forcë e përmbajtur. Dhe kur ai kupton se qetësia jote nuk vjen nga moskujdesi, por nga ekuilibri i brendshëm, fillon ta respektoj edhe nëse nuk e kupton plotësisht. Qetësia jote krijon gjithashtu një mister. Në një botë ku njerëzit ndajnë shumë, reagojnë tepër dhe zbulojnë çdo mendim, një grua që lëviz me përmbajtje të heshtur bie menjëherë në sy. Bëhesh e paparashikueshme në mënyrën më të mirë, jo sepse po luan lojra, por sepse vepron me qëllim. Nuk zbulon gjithçka menjëherë. Lejon kohën të bëjë punën e saj. Lejon që kurioziteti të rritet në mënyrë natyrale.
dhe ai tërhiqet nga kjo qetësi sepse e sfidon. E detyron të ngadalsoj, të mendoj, të vërë në dyshim impulset e tij. Ekziston edhe një nivel më i thellë i qetësisë vetë respekti, kur nuk lejon që emocionet të shtyjnë në veprime që do t'i pendoje, ruan dinjitetin tënd. Nuk lutesh, nuk përulesh, nuk kërkon miratim. E di që nuk ja vlen të humbësh veten për pak ngushëllim të përkohshëm. Kjo përmbajtje krijon një aurë rreth teje, një kujtesë e qetë se e njeh vlerën tënde dhe se kushdo që dëshiron qasje në paqen tënde, duhet ta bëjë me respekt. Burrat e kuptojnë shpejt që nuk mund të manipulojnë një grua si ti me faj apo presion. Nuk reagon ndaj presionit, ngrihesh mbi të. Dhe sa më e qetë që je, aq më qartë i sheh njerëzit. Sepse kur nuk je emocionalisht e ndërlidhur, mund të vëzhgosh pa shtrembërime. Sheh kush është dikush vërtet, jo kush dëshiron të jetë. Kjo qartësi të jep fuqi jo mbi të tjerët, por mbi zgjedhjet e tua. Pushon së përfshiri në situata që të lodhin dhe fillon të mbrosh energjinë tënde si diçka të shenjtë. Sepse ashtu është. E kupton që qetësia nuk do të thotë vetëm të dukesh e qetë, por të ndërtosh një jetë ku paqja jote e brendshme nuk negociohet. Me kalimin e kohës, ai sheh që mbetesh e qëndrueshme jo vetëm në konflikte, por edhe në sukses, në pasiguri, në çdo fazë të jetës. Nuk mburresh kur gjithçka shkon mirë dhe nuk thyesh kur gjërat shkojnë keq. Lëviz me besim të heshtur, i beson vetes në çdo studi. Kjo qëndrueshmëri bëhet shenja jote dalluese. Ai kupton që nuk je si gratë e tjera jo sepse je më e mirë, por sepse ke zgjedhur vetë kontrollin mbi kaosin. Ke mësuar t'i udhëheqësh emocionet e tua në vend që ato të udhëheqin ty. Qetësia nuk do të thotë mungesë ndjenjash. Do të thotë që ndjenjat të shërbejnë, jo të sabotojnë. Do të thotë që përkulesh, por nuk thyesh. Ndalesh, reflektuar dhe vepron me qëllim. Kjo e bën praninë tënde të paharrueshme, sepse forca e vërtet femërore nuk bërtet ajo rrezaton. Është e qetë, e fortë dhe thellësisht e rrënjosur në vetdije. Dhe kur një burr takon një grua të tillë, nuk mund ta harrojë. Ajo bëhet matësi me të cilin ai krahason të tjerat, jo sepse ajo luajti, por sepse zotëroi veten e saj. Kjo është fuqia e qetësisë. Nuk është thjesht kontroll emocional, është pjekuri shpirtërore. Është momenti kur një burr kupton se paqja jote është arma jote, heshtja jote është forca jote dhe qetësia jote është kurora jote. Dhe në këtë kuptim, ai e sheh që përballë nuk ka një grua që kërkon miratim. Thellësia kjo është ajo që e dallon një grua të jashtëzakonshme nga të gjitha të tjerat. Nuk ka të bëjë vetëm me inteligjencën apo bisedat interesante, por me mënyrën se si e sheh jetën, mendon dhe lidhesh me njerëzit përtej sipërfaqes. Kur një burr takon një grua me thellësi të vërtetë, diçka brenda tij ndryshon. Nuk është dëshirë, as dashuri, është zgjim. Sepse për herë të parë ai qëndron përballë dikujt që nuk jeton për vëmendje, por ekziston me qëllim. Ajo nuk ka nevojë ta impresionojë. Vetë prania e saj e nxit reflektimin. Mendja e saj nuk është një terren për biseda sipërfaqësore, por një peizazh plot mendime, kuptim dhe përmbajtje. Kur ke thellësi, sjell me vete një prani që i detyron të tjerët të shkojnë më thellë. Nuk bën pyetje të vogla, por ato që i bëjnë njerëzit të mendojnë. Nuk e sfidon me kritik, por me kureshtje. E pyet se në çfarë beson, çfarë vlerëson, për çfarë ëndërron. Dhe papritur ai kupton se me ty nuk ka vend për sipërfaqëshmëri. Nuk flet për të mbushur heshtjen, flet për të krijuar lidhje. Nuk thua thashë, theme, analizon. Nuk ankohesh, kupton. Çdo fjalë e jotja ka peshë, sepse vjen nga e vërteta, jo nga një rol. Një burr e ndjen këtë. Ai ndjen ndryshimin midis një gruaje që thjesht dëshiron të dëgjohet dhe një gruaje që e di se çfarë po thotë. Ai vëren se ti mendon para se të flasësh, se je përballur me mendjen tënde. Mendimet e tua nuk burojnë nga trendet apo rrjetet sociale, por nga përvoja, reflektimi dhe forca. Kjo thellësi mund të jetë frikësuese për dikë që jeton në sipërfaqe, por për një burr që dëshiron të rritet, ajo është magnetike. Ai dëshiron bisedat e tua, këndvështrimin tënd, depërtimin tënd.
sepse në pranin tënde ai nuk ndihet si dikush që duhet të impresionoj, por si dikush që mund të zhvillohet. Thellësia nënkupton edhe inteligjencë emocionale. Ti i kupton njerëzit jo vetëm përmes asaj që thonë, por edhe përmes asaj që nuk thonë. Lexon heshtjen, tonin dhe gjuhën e trupit. E di kur dikush vepron nga frika e jo nga krenaria, nga dhimbja e jo nga zemërimi. Kjo vetdije të bën më të mençur se sa të tregon mosha. Nuk reagon ndaj çdo gabimi e kupton nga vjen ai. Nuk gjykon menjëherë vëzhgon. Sheh pas maskave të njerëzve, jo për t'i zbuluar, por për t'i takuar aty ku ata janë vërtet. Kjo formë empatie dhe perceptimi të bën të rrallë sepse tregon që vepron nga mirëkuptimi, jo nga egoja. Kur një burr e përjeton këtë, ai kupton që ti dashuron ndryshe. Ti nuk e mat dashurinë me vëmendje apo dhurata, por me rritje. Nuk kërkon miratim, kërkon transformim. Ti dëshiron një lidhje që sfidon mendjen, shëron zemrën dhe ushqen shpirtin. Nuk ke frikë nga bisedat e thella, edhe kur janë të pakëndshme, sepse e di, aty banon e vërteta. Dhe sa po ta prekësh, gjithçka ndryshon. Një burr nuk mund të kthehet më në sipërfaqësi pasi të ketë përjetuar thellësinë. Thellësia jote ndryshon ritmin e marrëdhënies. Nuk e detyron asgjë. E lë lidhjen të lindë natyrshëm. E di që afërsia e vërtet nuk rritet brenda natës, por në momentet e sinqeritetit, ndjeshmërisë dhe heshtjes së përbashkët. E kupton që dashuria nuk është emocion i përhershëm, por mirëkuptim i vazhdueshëm. Dhe kur flet, e bën me qëllim. Nuk ke nevojë të dominohesh në bisedë, as të kërkosh vëmendje, autenticiteti yt flet vetë. Më e mahnitshmja në thellësinë tënde është që ajo nuk është e zhurmshme. Nuk shpall sa e mençur apo sa ndryshe je ti, thjesht je. Nuk predikon, jeton të vërtetën tënde me qetësi. Lexon, reflekton, vëzhgon dhe pastaj flet nga përvoja. Kjo siguri e butë është ajo që e tërheq atë. Është mënyra si dëgjon pa pasur nevojë të përgjigjesh menjëherë. Mënyra si ndalon para se të flasësh. Si mund të rish në heshtje dhe ai përsëri të ndjej se është parë. Në atë hapësirë ai kupton se nuk po flet thjesht me një grua, por me vetdijen. Thellësia nuk do të thotë të jesh e përsosur, por e vërtetë. Ke përjetuar dhimbje, humbje dhe zhgënjim, por në vend që të forcohesh, kjo ka formuar mirëkuptimin tënd. Ke rënë, ke mësuar, je rindërtuar dhe në këtë proces ke fituar urtësi. Nuk njeh vetëm fakte, por ndjenja. E di që forca nuk do të thotë të mos thyesh kurrë, por të rritesh nga thyerja. Ky është burimi i fjalëve të tua, ato vijnë nga e vërteta e jetuar, jo nga teoria. Burrat e ndjejnë autenticitetin. Ata ndjejnë kur një grua e luan thellësinë dhe kur ajo e jeton me të vërtetë. Kur e mban thellësinë brenda vetes, nuk ke nevojë ta shpallësh. Ajo flet për ty në sytë e tu, në mënyrën si përballesh me pasigurinë, në mënyrën si trajton njerëzit kur askush nuk shikon. Ti bart një mençuri të qetë, por të padiskutueshme. Nuk bëhet fjalë për të qenë misterioze, por domethënëse. Nuk humbet energji në drama apo në përpjekje për të provuar vlerën tënde, sepse e di, ajo që është e vërtet nuk ka nevojë për prova. Dhe në një moment ai kupton që ti ke ndryshuar diçka tek ai. E bën të mendoj më shumë, të ndjej më shumë, të jetë më shumë. Pa pritur bota i duket si përfaqësore pas një bisede me ty. Zakonet e tij të vjetra nuk e frymëzojnë më, shpërqendrimet e tij të vjetra ndihen bosh sepse ti ke treguar si ndihet të lidhesh në një nivel më të lartë, jo përmes egos, por përmes shpirtit. Thellësia zgjon thellësinë. Në praninë tënde ai bëhet më i vetëdijshëm për fjalët, energjinë dhe sjelljen e tij. E frymëzon për vetë-reflektim, thjesht duke qenë vetvetja. Kjo nuk është manipulim, është ndikim, i lindur nga autenticiteti. Dhe pikërisht atëherë ai kupton që ti nuk je një grua e zakonshme. Nuk kërkon vëmendje, ti je vëmendja. Nuk ke nevojë për miratim, ekzistenca jote e pohon vetveten. I ke dhënë kuptim jetës tënde dhe ky kuptim rrezaton. Ai shfaqet në mënyrën si ecën, si flet dhe si dashuron. Sjell domethënie në çdo hapësirë që hyn.
Për një burr që është mësuar me gra që kërkojnë aprovimin, prania jote është si ajër i freskët pas viteve të tymit freskuese, toksore e paharrueshme. Kështu që ai nuk mund të harrojë. Thellësia jote nuk është një cilësi, është një përvojë. Është mënyra si e bën të ndihet i parë, i sfiduar dhe i zgjuar. Nuk prek vetëm zemrën e tij, prek vetdijen e tij. Dhe sapo kjo të ndodh, asnjë tërheqje sipërfaqësore nuk mund të krahasohet më, sepse momenti kur ai e njeh thellësinë tënde është momenti kur kupton se nuk do të gjejë më kurrë dikë si ti. Kufit janë një nga tiparet më të fuqishme të një gruaje vërtet të jashtëzakonshme. Ata nuk janë mure krenarie, por dyrë që hapen vetëm për respekt. Kur një burr takohet me një grua me kufi të qartë e të shëndetshëm, ai ndjen menjëherë diçka të re, një energji të qetë, por të vendosur. Është energjia e vetë respektit. Ajo nuk ka nevojë të bërtas, të kërcënoj apo të shpjegoj pafundësisht. Prania e saj tregon vetë ku është kufiri. Kjo siguri e qetë i trondit burrat që janë mësuar të kalojnë me përpjekje të gjysmëta, pasiguri dhe lojra emocionale, sepse papritur e kuptojnë. Manipulimi, sharmi apo justifikimet nuk kanë fuqi këtu. Një grua me kufi të qartë nuk ndjek askënd ajo zgjedh. Ajo nuk e ngatëron lidhjen me varësinë, as tolerancën me dashurinë. Ajo e di që dashuria nuk mund të ekzistojë atje ku nuk ka respekt. Kur një burr e kupton këtë, ai përballet me një zgjedhje, të ngrihet ose të tërhiqet, sepse kufit e saj i thonë, nëse nuk mund të më takosh me ndershmëri, qartësi dhe përkushtim, mos më afro fare. Kjo nuk është mizori, është qartësi. Dhe qartësia është e rrallë në një botë që ushqehet me konfuzion. Kufit nuk nënkuptojnë kontroll, ata nënkuptojnë paqe. Ata mbrojnë energjinë, kohën dhe vetë vlerësimin tënd. Të kujtojnë se nuk je përgjegjëse vetëm për atë që jep, por edhe për atë që lejon. Një burr që kalon një kufi pret një reagim emocional, grindje apo justifikim, por një grua me vetë respekt nuk reagon me fjalë, por me heshtje. Thjesht tërhiqet dhe kjo heshtje prek më thellë se çdo fjalë e lartë, sepse tregon që nuk ka nevojë të provojë vlerën e saj, ajo e jeton atë. Kur një grua e respekton veten mjaftueshëm për të lënë gjithçka që i kushton paqen e saj të brendshme, ajo bëhet e paharrueshme. Shumica e njerëzve durojnë mungesë respekti nga frika e humbjes, por një grua me kufi ka frikë nga diçka tjetër të humbas veten. Ajo e di që vendet ku vlera e saj nuk njihet, e dobësojnë shpirtin e saj. Prandaj ajo nuk largohet nga hidhërimi, por nga urtësia. Ky vendim, kjo guxim, kjo dinjitet i qetë ndryshojnë gjithçka. I tregojnë një burri me çfarë lloji gruaje ka të bëjë në të vërtetë. Kufit zbulojnë qëllimet. Kur thua jo, kur kërkon qëndrueshmëri, ndan ata që duan të zotërojnë nga ata që duan të kuptojnë. Një burr me qëllime të sinqerta i respekton kufit e tu dhe madje i admiron, sepse në to sheh forcën tënde. Një burr me motive egoiste do t'i testoj, do t'i shtrembëroj ose do të turpëroj për to. Por pikërisht atëherë kufit e tu bëhen mburoja jote, ata filtrojnë të padenjtat pa thënë asnjë fjalë. Nuk shpjegon standardet e tua për ata që nuk mund t'i përmbushin sidoqoftë dhe nuk kërkon falje për pritshmëritë që burojnë nga vetë respekti. Një grua me kufi nuk vepron nga egoja, por nga e vërteta. Ajo e di që të mbrosh energjinë tënde nuk është egoizëm, është e shenjtë. Sepse kush jep gjithmonë për të tjerët, në fund nuk ka asgjë për ata që e meritojnë vërtet. Kufit e mbajnë shpirtin të plotë. Një burr e kupton që je ndryshe kur sheh që ndjenjat e tua kur nuk qëndrojnë mbi parimet e tua. Mund të ndjesh thellë dhe megjithatë të largohesh kur respekti zhduket. Mund të duash dhe prapë të lëshosh kur paqja jote rrezikohet. Kjo kombinim empatie dhe force është e rrallë dhe thellësisht tërheqëse, sepse tregon që zemra jote është e hapur, por standardet e tua janë të forta. Kur ke kufi, nuk negocion më me mungesën e respektit, nuk pranon më pothuaj, nganjëherë apo fjalë boshe në vend të veprimeve. Nuk përfshihesh më në konfuzion që maskohet si lidhje. E di që dashuria pa respekt nuk është përkushtim, por varësi. Prandaj nuk pyet më pse dikush nuk të vlerëson, por pse ti e lejon.
Ky mënyrë ndryshon gjithçka të shndërron nga dikush që kërkon konfirmim në dikë që e mishëron vetë atë. Shumë njerëz i ngatërojnë kufit me ashpërsinë. Ata mendojnë se të thuash jo është e vështirë ose se të largohesh do të thotë të mos duash mjaftueshëm. Por ti e di më mirë. E di që dashuria nuk provohet përmes vuajtjes dhe që paqja nuk fitohet duke kënaqur të tjerët. Personi i duhur kur nuk do të kërkojë të ulësh standardet, ai do të rritet për t'i arritur ato. Kufit u mësojnë të tjerëve si duhet të trajtojnë dhe këtë nuk e bën me fjalë, por me sjellje. Kur bën një hap prapa me qetësi, dërgon një mesazh më të fortë se çdo përballje. Tregon që qasja në kohën, energjinë dhe dashurinë tënde duhet të fitohet, nuk është e vetë kuptueshme. Nuk vepron nga frika e vetmisë, por nga dijenia që vetmia është më e mirë se shoqëria që të zvogëlon. Kjo pavarësi emocionale rrezaton forcë dhe forca tërheq respekt. Burrat e kuptojnë shpejt që nuk mund të manipulojnë një grua me kufi, sepse ajo është tashmë e plotë. Ajo nuk kërkon miratim, kërkon qëndrueshmëri. Nuk bie në dashuri me potencialin, por vlerëson qëndrueshmërinë. Dhe kur ajo thotë se ka mbaruar, e ka seriozisht jo nga drama, por nga vetë mbrojtja. Kjo përfundimtari lë gjurmë. Ajo e mëson atë çfarë do të thotë respekt i vërtet, jo me fjalë, por me vepra. Me kalimin e kohës, ai kupton që kufit nuk janë mure kundër dashurisë, por themelet e saj. Pa vetë respekt nuk ka marrëdhënie, vetëm varësi. Ti e ke formuar veten në atë mënyrë që dashuria mund të hyjë në jetën tënde, por kur nuk mund të shkatërrojë paqen tënde. Ky ekuilibër mes forcës dhe butësisë, mes hapjes dhe mbrojtjes, të bën vërtet të fuqishme. Kufit nuk do të thonë të mbash njerëzit larg, por të ruash integritetin tënd. Ata i kujtojnë botës që ti nuk je e disponueshme për kaos, por për të vërtetën, për dashurinë që rritet, për lidhjen që respekton. Kur një burr përjeton këtë pjekuri emocionale, ai e di që nuk mund të trajtojë me lehtësi, sepse nëse të humbet nuk është sepse nuk e deshe mjaftueshëm, por sepse ai nuk arriti forcën e një gruaje që njeh vërtet vlerën e saj. Pavarësia është një nga cilësitë më tërheqëse dhe njëkohësisht më të keq kuptuara të një gruaje. Ajo nuk do të thotë të refuzosh dashurinë apo të shtirësh sikur nuk ke nevojë për askën. Do të thotë të dish që je tashmë e plotë e tëra, e mjaftueshme, e shëruar. Kur një burr takon një grua që jeton nga kjo plotësi e brendshme, ai ndjen menjëherë diçka ndryshe. Në praninë e saj nuk ka dëshpërim, as qëllim të fshehtë, as varësi emocionale të maskuar si për kujdesje. Ajo nuk kërkon, ajo lidhet. Nuk ndjek, ajo tërheq. Kjo energji është e fuqishme sepse është e pastër. Ajo buron nga vetë besimi, jo nga egoja, nga vetë dia, jo nga shfaqja. Një grua vërtet e pavarur nuk e përcakton veten nga burri në krah, por nga vetja. Identiteti i saj nuk lidhet me një marrëdhënie, me miratim apo me ndjesinë e zgjedhjes. Ajo e ka zgjedhur tashmë veten. Ka ndërtuar një jetë që pasqyron vlerat, pasionin dhe kuptimin e saj. Dhe kur një burr e sheh këtë, ai ndjen frymëzim dhe respekt njëkohësisht, sepse kupton që ajo nuk kërkon dikë ta plotësojë, por dikë që ecën krah saj. Ky ndryshim ndryshon gjithçka. Pavarësia nuk do të thotë izolim, por ekuilibër. Mund të duash thellësisht dhe prapë të ndjekësh rrugën tënde. Mund të kujdesesh për dikë dhe njëkohësisht të ndjekësh ëndrat e tua. Mund të ndash jetën pa humbur veten. Një grua vërtet e pavarur nuk e friksohet vetmisë, sepse nuk e sheh si kërcënim, por si forcë. Ajo e përdor atë për të reflektuar, për të rritur e për të gjetur përsëri veten. Një grua e tillë rrezaton paqe, sepse lumturia e saj nuk është e huazuar, vjen nga brenda saj. Burrat e kuptojnë shpejt këtë. E shohin që ti nuk e humb kontrollin kur ata tërhiqen. Nuk lyp miratim, nuk thyesh nga pasiguria. Rri e qetë, e rënjosur, e gjallë. Vazhdon të jetosh, të krijosh, të rritesh. Kjo stabilitet emocionale është e rrallë. Ajo tregon që vetë vlerësimi yt nuk varet nga vëmendja e të tjerëve. Ti nuk e mat vlerën tënde me sa shumë të do dikush, por me sa vërtet jeton. Dhe pikërisht kjo pavarësi meriton respekt të thellë.
sepse pavarësia nuk është arrogancë, është vetë respekt I bashkuar me vetëdije. Është të kuptosh që ti je përgjegjëse për plotësimin tënd. Nuk pret që dikush tjetër të shërojë atë që ti ende nuk e ke përballuar. Nuk projektuar boshllëkun tënd të tjerët me shpresën që ata do ta mbushin. Ti punon, rritesh, mëson, zhvillohesh, dhe në këtë mënyrë sjell paqe, jo presion në çdo marrëdhënie. Një burr që takon një grua të tillë fillon të reflektojë. Pyet veten nëse jeton me të njëjtin qëllim dhe forcë të brendshme, sepse një burr e ndjen nëse pavarësia e një gruaje vjen nga forca apo nga dhimbja. Ka gra që ndërtojnë mure sepse janë lënduar dhe gra që ndërtojnë themele sepse janë shëruar. Të parat e përdorin pavarësinë si mbrojtje, të dytat si liri. Ti I përket këtyre të fundit. Ke mësuar që pavarësia e vërtet nuk do të thotë të mbash njerëzit larg, por të mos humbësh veten kur ata afrohen. Ti do lirshëm, jo nga frika. E di që mbetesh e fortë edhe kur gjithçka përreth rrëzohet sepse vlera jote nuk varet nga prania e dikujt tjetër. Kjo pavarësi të bën misterioze në mënyrën më të bukur jo sepse fsheh diçka, por sepse je e plotësuar. Nuk pret që dikush ta bëjë jetën tënde interesante, ti vetë e krijon. Nuk kërkon kuptimin të dashuria, ti sjell kuptim në dashuri. Një grua e tillë ndryshon çdo dinamik. Ajo nuk kërkon vëmendje apo miratim, krijon hapësirë për lidhje të vërtetë. Në kurthit energji e frymëzon atë. Një burr që takon një grua të pavarur e kupton shpejt që nuk mund ta zvogëlojë atë. Ajo nuk toleron dembelin, papjekurinë emocionale apo paqëndrueshmërinë. Jo sepse është kërkuese, por sepse është e vetëdijshme. Ka punuar shumë me veten për t'u kënaqur me dashuri të përgjysmuar. Ajo e di çfarë ofron paqe, inteligjencë, qëllim, dinjitet, dhe pret partneritet, jo varësi. Ky kuptim e detyron atë ose të rritet, ose të largohet. Pavarësia do të thotë gjithashtu përgjegjësi. Ti nuk fajson të tjerët për jetën tënde. E merr në duart e tua. E di që qëndrimi, disiplina dhe kufit e tu formojnë realitetin tënd. Prandaj ecën ndryshe. Nuk humbet kohë duke provuar vlerën tënde para atyre që nuk e shohin. Nuk shpjegon standardet e tua atyre që nuk I respektojnë. Përqendrohesh në rrugën tënde. Kjo qartësi e brendshme ndryshon mënyrën se si bota të sheh të nxjerrë në pa. Më e bukura e pavarësisë tënde është që ajo të lejon të duash pa frikë. Sepse nuk ke frikë të humbësh dikë, ke frikë vetëm të humbësh veten në dikë tjetër. E di që dashuria duhet ta pasurojë jetën tënde, jo ta konsumojë. Ky ekuilibër të bën të fortë dhe të qetë njëkohësisht. Mund të jesh e ndjeshme paqen e dobët, e përkushtuar paqen e varur, dashuruese pa humbur lirinë tënde. Kur ai është pranë teje, ndihet I frymëzuar të bëhet më I mirë jo sepse ti e kërkon, por sepse prania jote e ngre nivelin më lartë. Ti I bën të kuptoj që dashuria nuk ka të bëjë me pronësi, por me partneritet. Është fjala për dy njerëz të plotë që zgjedhin me vetëdije të rriten bashkë, jo për dy shpirtra të paplotë që përpiqen të mbushin boshllëqet e njëri tjetrit. Vetëm kështu lind një dashuri që zgjat. Pavarësia jote ndryshon edhe mënyrën se si ai e sheh feminitetin. Ti I tregon atij se feminiteti nuk ka lidhje me pasivitetin apo nënshtrimin. Do të thotë të jesh e fuqishme në autenticitetin tënd. Ti mund të jesh e kujdesshme dhe e vendosur, edhe e mshur dhe e fortë, e butë dhe megjithatë e palëkundur. Ti mishëron atë ekuilibër që shumë njerëz e kërkojnë gjithë jetën. Dhe kur një burr e kupton këtë, ai e kupton që pavarësia jote nuk është garë, por harmoni. Ti nuk je aty për ta tejkaluar, por për të rritur bashkë me të. E vërteta është se pavarësia është forma më tërheqëse e forcës. Ajo nuk bërtet, nuk kërkon, thjesht është. Është ajo besim I qetë që tregon se ti je aftë të ecësh vetëm, por zgjedh me vetëdije të ecësh me dikë që respekton forcën tënde. Dhe kur një burr kupton se ti nuk qëndron sepse ke nevojë për të, por sepse e dëshiron, gjithçka ndryshon. Nuk është më çështje kontrolli, por partneriteti I bazuar në respekt. Kjo është fuqia e vërtetë e pavarësisë tënde. Nuk është rebelim, është liri.
Një energji që nuk lutet, nuk ndjek dhe nuk kënaqet me pak por fton, frymëzon dhe ngre lart. Kur ai e kupton këtë, ai e di pse ti dallohesh. Ti nuk je si gratë e tjera, sepse e ke bërë veten të plot, jo të varur. Kjo tërësi e bën dashurinë tënde diçka të rrallë e të çmuar, një përvojë që ai nuk do ta harrojë kurrë. Butësia është një nga format më të keq kuptuara të forcës në kohën tonë. Shumë njerëz e ngatërojnë me dobësi, pasivitet apo brishtësi, por butësia e vërtet, ajo që rrjedh nga një grua që e njeh vlerën e saj, nuk është dobësi. Është forcë e rafinuar përmes mirëkuptimit, durimit dhe inteligjencës emocionale. Është një forcë që nuk ka nevojë të jetë e zhurmshme për t'u dëgjuar. Kur një burr takon një grua që mishëron këtë forcë të butë, ai jo vetëm e sheh ndryshe, por edhe e ndjen ndryshe. Ajo nuk e qarmatos me rezistencë, por me hir. Ajo i kujton atij se fuqia e vërtet nuk është e zhurmshme, por e qetë, e qëndrueshme dhe toksore. Butësia në formën e saj më të pastër vjen nga vetbesimi, butësia e një gruaje që nuk ka asgjë për të provuar. Ajo nuk ka nevojë të dominojë apo të konkurrojë, as të adoptojë energji mashkullore për t'u marrë seriozisht. Ajo e di që zëri i saj ka peshë, sepse vjen nga paqja e brendshme, jo nga pasiguria. Kur flet, flet me qëllim. Tona e saj është e qetë, jo e mprehtë. Fjalët e saj janë të menduara, jo impulsive. Kjo energji nuk krijon kaos, krijon siguri. Ajo i bën njerëzit të marrin frymë më lehtë në praninë e saj, veçanërisht burrin pranë saj. Një grua që ka zotëruar butësinë zakonisht ka kaluar në përzjarr. Ajo është lënduar, testuar, zhgënjur, por në vend që të bëhet e hidhur, ajo është pastruar. Zemra e saj nuk është mbyllur, është bërë më e thellë. Shpirti i saj nuk është forcuar, është forcuar me dashuri. Ajo ka mësuar që butësia nuk do të thotë dorëzim, por dëmshuri në mes të forcës. Të mbetesh e butë në një botë që ka dashur të bëjë të ashpër, kjo është trimëri e vërtetë. Të jesh në gjendje të duash edhe kur jeta të ka dhënë 1000 arsye për të mos e bërë, kjo është guxim në formën më të pastër. Dhe pikërisht kjo e bën një grua si ti kaq të jashtëzakonshme. Kur një burr takon një grua si ti, gjithë kuptimi i tij për energjinë femërore ndryshon. Ai kupton që ti nuk ke nevojë të debatosh për të pasur të drejtë, as të manipulosh për t'u kuptuar. Energjia jote flet për ty. Mirësia jote nuk është naivitet, është vetdije. Ti e zgjedh atë sepse e kupton forcën tënde emocionale. Butësia jote nuk është dobësi që mund të shfrytëzohet, sepse ajo rrënjoset në vetdije. Ti i sheh lojrat, por gjithsesi zgjedh paqen. Ti e ndjen pasinqeritetin, por mbetesh e qetë. Kjo balancë midis ndjeshmërisë dhe forcës e magjeps atë. E bën të ngadalsoj, të ulë muret e tij dhe të qaset me respekt, jo me garë. Butësia sjell edhe shërim. Kur je e butë, krijon një hapësirë ku burri mund të jetë i sinqert. Ti nuk e zvogëlon ndjenjen e tij, dëgjon. Nuk përpiqesh ta rregullosh, menjëherë e kupton. I jep atij leje të jetë thjesht njeri. Në një botë plot gjykim, kjo është e rrallë, një hapësirë plot durim, pa presion. Ajo që ai nuk e kupton fillimisht është se kjo butësi nuk është dobësi, por mençuri. Ti e di kur të flasësh dhe kur të heshtësh, kur të ngushëllosh dhe kur të tërhiqesh. Jep pa u humbur. Dashuron pa humbur ekuilibrin. Ushqen pa krijuar varësi. Kjo është fuqia e butësisë së vërtet femërore, butësi e udhëhequr nga urtësia. Butësia që ngjall respekt nuk është kurrë nënshtrim, por vetdije. Ti nuk e lejon mungesën e respektit të maskohet si dashuri. Nuk hesht kur dikush prish paqen tënde. Mbetesh e butë, por e vendosur. Shprehesh qartë, pa agresion. Dhe pikërisht kjo qetësi ndikon më thellë se çdo zemërim. Sepse butësia e vërtet nuk është e kundërta e forcës, ajo është forcë e zotëruar. Forcë në vetë kontrol, në empati, në aftësinë për të ditur që nuk duhet të luftosh çdo betejë për të fituar. Një burr që është mësuar me kaosin gjen paqe në praninë tënde. Ai vëren që ti nuk krijon drama, nuk e teston, nuk luan lojra. Energjia jote është e qetë dhe e qëndrueshme. Ti sjell paqe, jo presion.
prandaj ai të lidh me ekuilibrin. Në pranin tënde, ai ndihet i tokëzuar. Ti bëhesh pasqyrë e harmonisë së brendshme. I tregon atij që dashuria nuk duhet të jetë luftë, por mund të jetë e qetë, e qëndrueshme dhe e sigurt. Kjo butësi ndryshon mënyrën si ai sillet, si flet dhe si mendon për marrëdhëniet. Por ajo që të bën me të vërtet unike është se butësia jote nuk është e shtirur, është e vërtetë. Nuk është sjellje për t'u pëlqyer, por shprehje e punës tënde të brendshme. Ti je përballur me frikrat e tua, ke mësuar të menaxhosh emocionet dhe ke ndërtuar një lidhje të thellë me shpirtin tënd. Prandaj butësia jote ndihet ndryshe. Nuk vjen nga frika e refuzimit, por nga pjekuria emocionale. Është butësia e një gruaje që e di se forca pa dëmshuri është ashpërsi dhe dëmshuria pa forcë është pafuqishmëri. Ti i bartë të dyja në ekuilibër të përsosur. Burrat mund të tërhiqen nga bukuria, por ajo që mbetet është energjia jote, mënyra se si mbetesh e qetë në krizë, e duruar në konflikte, e sjellshme edhe kur nuk kuptohesh. Ai ndoshta nuk mund ta shpreh me fjalë, por e ndjen. Butësia jote i flet asaj pjese të tij që është lodhur duke qenë gjithmonë i fortë. Ajo e lehtëson frymëmarrjen e tij. E frymëzon të bëhet më i mirë jo sepse e kërkon, por sepse prania jote e bën të mundur. Ti zgjon brenda tij diçka të lashtë, instinktive nevojën për të mbrojtur atë që i sjell paqe. Butësia nuk do të thotë që nuk zemërohesh kurrë. Do të thotë që ke mësuar të shprehësh emocionet me urtësi. Ti e di që vetë kontrolli nuk e vret pasionin e thellon atë. E di që empatia nuk të dobëson të bën të paharrueshme. Kupton që të jesh e butë nuk do të thotë të jesh pasive, por të kesh vetë kontrol kur të tjerët e humbin. Kjo zotërim emocional të bën jashtëzakonisht të fuqishme. Me kohën, ai kupton që butësia jote është forca jote e vërtetë, ajo që të dallon nga të tjerat që e ngatërojnë ashpërsinë me fuqinë. Nuk ke nevojë të dominosh për të udhëhequr. Udhëheq përmes paqes. Nuk ke nevojë të kërkosh dashuri e tërheq vetvetiu. Nuk lyp respekt e mishëron me hir. Prandaj ai nuk mund të harrojë, sepse butësia jote është diçka që rrallë gjendet në këtë botë të zhurmshme e egocentrike. Është e rrallë, e vërtetë, e përjetshme. Dhe në momentin kur ai e kupton këtë, ai kupton gjithashtu se butësia nuk është diçka për t'u shfrytëzuar, por diçka për t'u mbrojtur, nderuar dhe rritur bashkë. I ke treguar që butësia nuk do të thotë dobësi, por guxim për të mbetur e mirë në një botë që shpesh ka harruar si bëhet. Dhe kjo butësi nuk zbehet me kohën, bëhet më e thellë, sepse nuk qëndron në atë që bën, por në atë që je. Dhe kjo është ajo që të bën ndryshe nga të gjitha të tjerat.